Mi mëngjesi nga Vlogmas dita 7. Nuk më besohet që ka kaluar një javë nga Vlogmas. Është pak e lodhshme të ishte vërteta që të ngrihesh, do mendosh vetëm që të filmosh, çfarë do bësh gjatë ditës. Në darkë duhet që të editosh. Është goxha sfiduese edhe e lodhshme deri diku. Por s'ka problem. E morëm përsipër këtë gjë, do filmojmë, s'kemi çfarë bëjmë. Sot në fakt nuk kemi ndonjë plan, do rrim në shtëpi, sepse dje shumë lëvizje, kemi dalë shumë edhe u lodha, edhe Jasona ishte lodhur goxha poshtë lart në për dyqane, në për kështu, edhe them të vërtetën, sot nuk dua të dal fare. Kam çuar vetëm Ajlën edhe kemi ardhur në shtëpi. Unë nuk di fare ta bëj këtë kafen, edhe pse lexova librin, ja shpjegova dhe burrit, e mësova dhe atë. Ai sot në mëngjes bëri për vete, por ja të shikojmë po do bëhet tani. Është pak, nuk e di, ndërlikuar deri diku ose derisa t'i marrim ne dorën. Nëse burri para se të vinte në punë, ka vajtë pak në pazar, mori 2-3 gjëra, sepse bie shi edhe unë nuk mund të dilja me Jasonan. Kështu që ky vlog do të mund të jetë pak i shkurtër, nuk e di, do hapim pak karrotën sepse nuk e kam hapur akoma. Kështu. Unë do pres kafen të bëhet, uroj që të bëhet. Edhe sa të mbaroj kafja do filloj të sistemoj pak këtu kuzhinën, sepse tani në mëngjes është bërë goxha rëmuj, edhe që ta kem të pastër, e do filloj që të gatuaj, do t'ju tregoj dhe gjërat çfarë kishte bler burri në pazar, se duhet i vendos dhe ato në përvend se kanë pak kohë këtu. Dhe kështu. Këto gjëra duhet i bëj pa u zgjuar Jasona. Uroj që të fler pak. Kafja më duket sikur filloi dhe të lëviz, se ç'është shtypa atje, më duket sikur e rregullova. U zgjua dhe Jasona, nuk e di, po këto ditë nuk fle fare mirë, as natën nuk fle mirë, edhe ditën flon shumë pak, edhe zgjohet, kështu që po, nuk kemi çfarë bëjmë, ndoshta ka nga dhëmbët, sepse lart kanë filluar dhe po i dalin gati të gjithë. I kanë dalë 3 dhe të tjerët avash kanë filluar. Tani, sa të bëhet kafja, po ju tregoj pak gjërat që ka marrë burri në pazar. Çka ka? Po fle ti? Mandarina janë shumë, por ne ham, edhe nuk na dalin as deri në fund të javës. Këtu ka domatina, më duket, po. Nga këto domatet qeshi. Tjetër ka marrë hurma me far, vezë të freskëta, banane, domate i përdor edhe për gjell, prandaj ka marrë kaq shumë, edhe presha, ka marrë spinaq, patate, nuk po të fare se janë pis patatet. Ka marrë dhe shek, i bëjnë lëngë shegër. Aje ka qef, e për qefet e pak Ajla, ndërsa unë nuk më pëlqen fare. Karrota. E fundit ka marrë disa gështenja, si pjekin. Besoj se sonte do fillojmë të pjekim. Më bë kafja, do ta hedh te gota edhe do pi kafen, do rrim aty me dje me Jasonan. Uroj që të mos ma derdhi, se ka shumë qef të vej brapa kafes time. Është e 3-ta herë që ulem dhe flas, por një herë qën, një herë grindet Jasona dhe nuk po më lën fare. Ka marrë karrocën që ta hapim, na lër zotëria i vogël. Po, përpara se ta hap doja t'ju thoshja pak se çfarë karroce kisha zgjedhur. Kam zgjedhur karrocën të njëjtin firmë që kam karrocën e madhe. Karrocën e madhe e kam të Kikabuz, e Ava.
është shumë e mirë si karocë, se atë po shikoj tani se kam nxjerr aty jashtë. Por tani që është pak më i madh jasona, mendoj që duhet ta ndërroja sepse edhe kur ikim diku bagazhi i makinës merr vetëm atë. Edhe kështu që ndoj një më praktike më e vogël. Si karocë është shumë e lehta, është shumë e mira. Imagjinoni që unë me jasona në krah mund ta ngrë skeletin e karocës dhe ta çoj me një dorë tek makina pa problem fare. Është super e mirë si karocë. Shumë pak gjëra të vogla mund të ketë që nuk më kanë pëlqyer nga fillimi. Por në përgjithësi si karocë më ka pëlqyer edhe kush e ka parë nëna të reja këtu që kemi fëmijët në mosh, u ka pëlqyer goxha. Edhe pse në ishull trotuaret janë skandalos, shumë rrugë nuk kanë fare trotuare, por vetëm qendra e ka që është mirë, pastaj të tjerat problem të vesh nga dyqanet me jasona, me karocë nuk vete dot, sepse nuk ka. Nuk e keni iden sa të keqe janë rrugët. Por hajde. Tani ka marrë përsëri të njëjtën firmë, Kikabu, por ka marrë Eden e ka emrin kjo. Unë kisha dy, një që kisha bler Ailës kur ishte e vogël në moshën e jasonas, edhe një që ma kanë dhënë gati të re. Të Ailës e kam patur të prenatal, ndërsa tjetra ishte një firmë anglezës që nuk e njifja, ishte e quanin McLaren, më duket, diçka tillë. Problemi atyre ishte se s'kan atë të zezën që mbahet fëmia, edhe janë goxha të parehatshme pa atë mbajtsen, kështu që mban duar fëmia dhe ndihet më i sigurt, të paktën për moshën e jasonas. Mendoj se janë për moshën 4-5 vjeçe, po do të ikësh në aeroport apo të ikësh diku, që fëmijët e mi s'ka shanse sepse Aila për shembull dhe ka lënë karrocën që 2 vjeçe nuk ka paratur fare me qef. Kështu që u detyrova të merrja një tjetër dhe me aq video që kam parë, sepse kam kërkuar goxha, më ka pëlqyer shumë ky versioni. Tani po e ha dhe një thik që kisha diku këtu, pse e fshehim nga djali, edhe po a tregoj. Hunoj t'jetë e gatshme. Ngjyrë nuk gjeta dot të zezë. Në fakt e mora gjashme me Black Friday, nuk kishte në një ofertë të madhe, 8% kishte. Por te ky dyqani që doja unë ta merrja, nuk kishte të zezë, e ka marrë bezh, sepse zeza e kishte te një dyqan tjetër që kërkonte lekët të vija unë tek një bank, t'ja hidhja, jo që nuk kam fare besim në këto gjëra dhe kam pak frikë, është e vërteta. Por tjetër gjë është kush vete në bank të rri me fëmijë të vegjël. Për një karrocë nuk do ta bëja. Kështu që më mora këtë ngjyrën si bezh. Kaç më lejoj të bëj sa të vendosë rrotat. Kaj për këtu dhe luan me rrota. Ja dhe karroca kthehet si punë çante kështu, tani do ta hapim bashkë. Dhe, nuk e di sa më shihni, është goxha e lehtë si karrocë. Nuk është e rëndë, edhe pse ajo e madhja më duket sigur është pak më e lehtë se sa kjo, por nuk ka problem. Tani do ta hap që ta shohim. Ja, hapet direkt. Është goxha e madhe si karrocë. Është deri në 4 vjeç me sa lexova atë ditë. Tani nuk kam lexuar librin e kam marrë jasona. Po. Më pëlqen që kjo hiqet që të lahet në lavateqe sepse kjo ngjyra bëhet më pis edhe duket. Kështu që po. Kjo është edhe karroca e re. Më e rëndësishme është që nuk zën shumë vend, të paktën aty tek balkoni. Unë nuk kam shumë vend edhe më vjen shiu mi lak gjysmat e gjërave edhe nuk mbaj gjëra aty. Kështu që kjo do më ndihmoj shumë, më lidhet, bëhet e vogël. Edhe për brenda në shtëpi, mund t'ja gjej vendin të me fëmijëve pa problem, se
kurse ajo është tjetra është e madhe dhe 2 pjesë nuk dija ku t'i vija. Kështu, tani unë me Terezi do qohem që të bëj ato fasulet që kanë 2 ditë pa u bërë, ti përfundoj, se i kam zjen njerë dhe pastaj i kam pulluar dhe vendosur në frigorifer. Tani do marrë, do ngri qepet të gjitha dhe do t'i bëj. Kështu. Këtu shiu ka filluar dhe nuk besoj se ka plan që të mbaroj. Do shoh si do ja bëj që vetë të marr ajlën unë ose ta marr Nuk ju kam hapur më fare, sepse këtu në shtëpi me fëmijët nuk është se kemi bërë një gjë të veçantë, thjesht kam bërë ato fasulet, hëngrëm drekën edhe pastaj me fëmijët këtu jo përpiqem të vija djali në gjumë se ju thash ka këto nga dhëmbët, ka këto problemet edhe nuk flet. Dhe kështu. Tani ka vendosur në gjumë, është natë dhe i erdhi fundi dhe kësaj video, si do qoftë mund t'jetë pak e shkurtër si video dhe ju shumë interesante, po koha jashtë është shumë e keqe, po bie shumë shi edhe kështu që ç'do të bëjmë. Këto që bëjmë do regjistrojmë. Po, tani ka ardhur koha që të hapim advent kalendarin. Të shohim se që na ka dalë sot. Tani, ne jemi tek numri 7. Ka filluar dhe kjo po shohet avash avash, por kemi akoma numra, kemi akoma. Ja, numri 7, nuk e di sa shikoni, sepse është dark tani dhe nuk duket mirë kur filmoj para. Përsëri ka historinë e ëmbëlsirave me lo makarona, kështu që nuk ka asgjë interesante, e pas kam përsëritur. Tani të shohim se çfarë ka. Okej. Përsëri ky travel size më duket se quhen. Kjo që ka qelç, por çfarë është? Okej, që ka një gjel për syt me kafein, është për të luftuar këto rrethat e zi. Unë nuk kam shumë probleme, tani që zgjohem shpesh natën për fëmijët, sikur kam filluar dhe më dalin, por më përpara nuk kam patur fare problem. Por shikoni se si ka këtë aplikuesin. Okej, më pëlqen ky. Edhe këtë do ta përdor, më pëlqen goxha, kështu që po. Ja vlen dita e sotme. Ky ishte edhe vlogu për sot. Mos harroni të bëni subscribe. Faleminderit që shikoni këto video, edhe faleminderit kush komenton, kush bën like. Ne do të shihemi nesër, natën e mirë.